Oda e avokatëve të Kosovës ka njoftuar se në disa objekte të policisë së Kosovës janë vërejtur pajisje inqëzimi, të cilat në dukje ngjajnë me kamera artizanale, të vendosura në hapësira ku zhvillohen intervistat dhe konsultat konfidenciale ndërmjet avokatëve dhe palëve. Kamera gjatë intervistës mundet me pas kur ato janë paralajmëruar, kur ka shënim që ka kamera ose njoftohen palë që tash po fillon regjistrimi dhe mundet më bo, por kamerat të mshefta nuk janë të lejuara, për arsye se edhe cënojnë parimin e privatësisë edhe na si avokate kemi praktikë që na lihet vetëm me klientin me u konsultu. Edhe në qatë fazës konsultimit i nënshtrohet parimit konfidencialitetet që bisedat avokat-klient janë konfidenciale për që në të ardhmen mi planifiku mbrojtjen me ditë se si me u deklaru klienti, a me u deklaru apo jo. Avokati Yll Bokshi thotë se një gjë e tillë është e papranueshme, sepse përbën shkelje të privatësisë dhe të ligjit për konfidencialitetin e komunikimit ndërmjet avokatit dhe klientit. Në parim me gjithë klientët kam kujdes gjatë bisedës se ato janë taktikat policisë, edhe pse janë të kundërligjshme, janë kundërshtim me kodin e procedurës penale, ligjin e avokatisë edhe kushtetutën e ndihmëri ligjeve të tjera, por që ata mendojnë që ashtu mundohen mi kry punën e vetë, edhe pse një gjë e tillë kish me ju dështu në procedurë penale, pasi që ato prova janë të kundërligjshme dhe ato informata cilat I marrin ata në atë mënyrë janë edhe nxjerrët prova në atë mënyrë është e kundërligjshme. Ai shtoi se në policinë e Gjakovës nuk ka hasur dhe nuk ka vërejtur pajisje të tilla deri më tani. Bokshi theksoi se nëse vërtetohen raste të tilla, duhet të reagojë menjëherë Inspektorati Policor I Kosovës. Për këtë çështje ne kemi kontaktuar policinë e Gjakovës, të cilët janë shprehur se nuk posedojnë rast të tillë të raportuar.